Fillimisht në një tenxhere më të madhe, do të shtojmë 1 litër në qumësht. Tani vazhdojmë dhe shtojmë sheqerin. Sheqerin mund ta shtoni sipas shijeve. Unë do të shtoj 5 lugë gjelle me sheqer, por nëse doni më ëmbël, mund të shtoni edhe më tepër. Tani do të vazhdojmë që brenda të shtojmë 2 pudinga. Pudingat që kam zgjedhur të përdor sot janë pastel me shije të luleshtridheve nga Vitamin K. Përzihem mirë që pudingu të tretat mirë. Mos na mbesin grimca brenda. Tani brenda të qumshti, para se ta vendosim në zjerje, do të shtojmë edhe 100 gram gjalp. Mund të përdorni edhe margarinë nëse keni dëshirë, por unë preferoj në këtë recetë ta përdor gjalpën. Shtojmë edhe 1 pako vanilë sheqer dhe vazhdojmë tani në zjerje. Në zjarr mesatar, duke e përzier, duke i qëndruar afër që mos na ngjitet pudingu, do ta zihem derisa të fitoj trashësinë e dëshiruar. Tani marrim një tepsi me dimensione 40 dhe 30 cm. Poshtë tepsisë shtojmë kokos. Mund të shtoni edhe biskota të bluara nëse keni dëshirë, por mua më pëlqen më shumë kombinimi i kokosit me këtë recetë. Tepsinë e bëjmë gati, e largojmë anësh, presim tani që pudingu na trashet. Pasi kremi të fitoj trashësinë e dëshiruar, e largojmë nga zjarri. Te kremi vali nxehtë, do të shtojmë 50 gram çokoladë të bardhë. Përzihem tani derisa çokolada të shkrihet tërësisht dhe kremin e kemi gati. Vazhdojmë tani kremin që përgatitëm ta shtojmë në tepsi. Lejojmë tani që të ftofet dikon 20 minuta, ndërkohë që na ftofet kremi, vazhdojmë që ta bëjmë gati kremin tjetër, cilin do ta shtojmë sipër. Kremin me cilin do ta mbush brenda, do ta përgatis me shllak krem. Mund ta bëni edhe me krem pana, por mua më pëlqen ky lloj sepse bëhet më i fortë. Në një enë do të shtojmë 50 gram shllak krem në pluhur. Për ta përzier dhe për ta tretur, do të përdorim qumësht. Qumësht do të shtoj një gotë, 150 ml, sepse dua që kremi të më bëhet më i trash. Vazhdojmë e rahim me mikser për 3-4 minuta, derisa të formohet një krem i mirë. Vazhdojmë që shllak kremën tani ta shtojmë sipër ëmbëlsirës dhe ta përhapim me kujdes mbi tërë sipërfaqen. Tani vazhdojmë që ta ndajmë në shirita dikon 2 deri në 3 cm. Nëse keni dëshirë, mund t'i bëni edhe më të holla, por unë mendoj se kaq është mjaftueshëm. Të mbështjellim, por do t'i ndajmë edhe një herë kështu në gjysë. Me kujdes i rrotullojmë në formë roleje. Pasi kemi mbështjellur, sipër mund t'i dekoroni gjithmonë sipas dëshirës së juaj. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju dhe do të ngelini të kënaqur edhe nga kjo recetë. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.